Ndryshe në Top Albania Radio. Përshëndetje, mirë se vini në Ndryshe në Top Albania Radio. Si jemi. Nëse pak sekonda para transmetimit jemi okay, apo fillojmë tani, fillojmë në orën 8. Sa ndizet kjo e kuqe. Me thënë drejtën, po të shikoni Elonën, domethënë ju nuk e shikoni dot, po është nxirr, është bër. Po si nuk më shikojnë, po më shikojnë kanalin 10 në digital. Vetëm ti si ke. Ti nxikash. Se ka fillu plazhi Vera, jam shullu. Jam përthyer sot se kam marrë me seriozitet emisionin e sotëm, duke qenë se dy figura të rëndësishme që na vinë në këtë studio meritojnë një këmish me kopsa. Domethënë pas kam marrë si legendë sot, jo si legendë, por çik më sportiv. Gjithsesi përshëndesim gjithë ju që ndodheni për makina tash, sepse është kjo orar ku është pak vap me thënë drejtën, por gjithsesi trafiku është i shtuar dhe ne na bëhet mirë se na shtohet dëgjuesit. Po përveç asaj di shumë njerëz që janë në këtë mes qershori e tutje të kthyer në Shqipëri për plazh, janë këtu për pushime verore. Pra më të shtuar njerëzit në Tiranë, në rrethe, në plazhe. Shqipëria është më e madhe këto ditë. Mirë se vini në Top Albania Radio. Ky është programi më i freskët në botë. Më i freskët në botë. Nuk e di se bile mund ta madje, mëse bile është bile. Madje mund ta ngresh pak temperaturën e studios sepse është shumë freskët. Zot. Miq të dashur, ne fillojmë tani për të përfunduar në orën 20 dhe po thonim që sot kemi dy personalitete. Njëra vjen nga bota e gazetarisë, televizionit, ndërsa tjetri është një ikonë e muzikës, mund të them, po bëhet. Është një personalitet i artit shqiptar, është një figurë e nderuar, e respektuar që sa herë kemi parë si të dirigjojë orkestrën, apo të jap intervista, apo të jetë në talent show ku ka dhënë verdiktin dhe sot shumë këngëtarë në treg kanë marrë vulën e tij. Ne do të kemi kënaqësinë ta ndajmë studion sot me maestro Zhani Cikon. Zhani Cikon, me thënë drejtën, unë e kam njohur edhe kështu personalisht prej vllajt tim, ai ka vite me radhë që vjen në aktivitetin që është bërë në Elbasan, siç është Rin Festi, po ka filluar në Elbasan, maratona e këngës ka qenë. Sa e bukur. Do ta kujtosh sot me Zhanin. Festoi 30 vjetorin sot, domethënë. Edhe Zhani mund ketë qenë, po them, në 28. Qa thua? Sa i mirë. Edhe të rish me të në tavolinë është një kënaqësi shumë e madhe, sepse ai ka një bisedë shumë të këndshme, ka një sens humori shumë fin. Plus që ka një unë kam përshtypjen se do kem shumë emocione sot. Ka një kulturë shumë të gjerë. Do kem shumë emocione sot përpara tij edhe nuk e di. Vetëm mos ta qaj. Jo. Është më duket shumë përgjigjësues se intervista sot, po le ta marrim me sportivitet edhe do bëjmë më të mirë. Ti ke bërë përgatitet, se më ke thënë që jam përgatitur shumë mirë. Jam përgatitur se në fakt është Zhani Ciko. Kështu që ne do ta fillojmë të emision me një këngë që e ka zgjedhur DJ-u ynë i nderuar që nuk e shoh kush është. I nderuar dhe i respektuar Nxirë Kokon. Dako. Se njefti Dako. Po thashë se s'e më përmend. Ore ndro numrin e syzeve, do t'i them Max Optikës, të ndrosh, shkosh bësh një vizitë okulistike që është fala. Po që ke drejti. Do shkosh ke Max. Shkosh te Max Optika. Është qetur me pandaj, nuk e di. Të zgjedhësh një palë syze të mira me numrin që të takon, edhe ti bësh hizmetin. E di unë që është Danko se e takova. Po mendova që ndryshoj do hy skerdi sepse është për ne. Edhe as mos i nxjerrim. Po edhe me që jemi te Max Optika, vizitoni dyqanet online në maxoptika.com, aty është koleksioni i ri, ka deri në minus 50% ulje dhe siç e thash, jo vetëm për bukurinë dhe për estetikën, për të patur syzet e koleksioneve të fundit, por edhe për të bërë hizmetin syve se duhet me i fresku ndonjëherë. Unë kam sa mirazhe të mira kur të shoh ty për shembull. Kam mirazhe shumë të mira. Kthehemi pas pak me Sonila Meço në Ndryshe në Top Albania Radio. Të lumë të goja. Ndryshe në Top Albania Radio. Jemi tani, e mençur po, e bukur po, më e gjata po, më e sjellshme, komshia më e mirë që un kam. Më nuk di çfarë them un për Sonila Meçon që e du aq shumë, edhe që mua më thret Lule. Nuk ka faj, kryeministri kur thotë që janë ca prezantues, gazetari, influencerë që marrin para të pa deklaruara. Fol çfarë të dash para se ti. Sa më shoh që ti nuk shumë ke i kënaqur me shumën që të dash. Unë e marr të gjithë në bank rrogon dhe din gjithë. Nga dalë madje ke ajo që dolën rrogat. U dashka të ta fus në bank, këtu që të fillosh të balbilosësh për mua. Unë funksionon vetëm me bank, Sonila. Po na çmësoj ky sistem ose sa nëse me dëshirë do ta bëja. Kjo zgjidhje do vetëm një gjë, zgjedh
zgjedhje. Kush e ka hyri vet në politik, ndërkohë që ne kemi menduar intervistën më verore, më freskore, më Ja do ta filloj unë. A ta filloj unë me bion? Po. Të lutem. Se shton për ty. Ja ç'bën paraja e zezë. Të shtofshin. Sot kemi privilegjin dhe kënaqësinë e veçantë të mirpresim në studio një nga emrat më të spikatur dhe më të respektuar të medias shqiptare. Ju e dëgjuat dhe pat Sonila Meço. Një figurë me karizëm të jashtëzakonshme në ekran, me një zë të fortë në gazetari dhe me një prani që ka lënë gjurmë të qëndrueshme në hapësirën mediatike shqiptare. Sonila është padyshim prej vitesh sinonimi i profesionalizmit, elegancës në komunikim dhe analizës së thellë të realitetit, e njohur për stilin e saj të mpret, për mënyrën e guximshme të trajtimit të temave dhe për aftësinë për të sjellë vëmendje çështjet më të ndjeshme të shoqërisë. Ajo mbetet një nga zërat më autoritar dhe më të besueshëm në ekranin shqiptar. Sot, përtej studios televizive, kemi një bisedë më të afërt, më personale, ku do të zbulojmë mendimet, përvojat, reflektimet e saj mbi media, jetën dhe sfidat e kohës. Mirë se erdhe në studio, është vërtet shumë kënaqësi të kem ty sa herë gjën edhe për Sonilën këtë. A e di se sa po dhe unë, po a mund ta marr ta vendos në kornizë atë? Lekët ta vendos. Paret në të pistë nëse. Sonila, Shqipëria shqiptare vdekje tradhtarëve, të pëlqen si shprehje? Shpreha është universale. Nuk të pëlqen si shprehje. Më pëlqen, është universale në sensin që kjo është tani kjo çështja e vdekjes, unë nuk e di kush është vdekja më e keqe, ajo fizike apo vdekja morale, vdekja shpirtërore, kështu që bëjmë një diskutim. Unë kam vetëm një moment që reflektoj se i me bi është në klasë të 9, edhe kishte provimin e historisë tani dhe kishin pikërisht periudhën e komunizmit për të provim. Pavarësisht skepticizmave që un kam në trajtimin e librit, po që nuk është vetëm faji i librit, sepse kjo kërkon një kolegj më të gjerë akademikësh, historianësh, studiosësh për ta trajtuar dhe për t'i vënë vendin e dur gjërave, por asaj bën përshtypje se si përsëritet disa herë fjalia që në kohën e diktaturës, pra diktaturës proletariatit, kur shpalleshin po themin e tradhtarët, armiqtë e Dheut etj, grupet armiqësore, ata shpalleshin njëkohësisht armiq të partisë, armiq të Shqipërisë, armiq të Adheut, tradhtar, dhe kështu që ai konotacioni i tradhtarit kur mund të ndodhë që i me bi që lexon historik të gjë dhe thot është e njëjta gjë se të njëjtën gjë kanë thënë për Musin e Kokalarin, të njëjtën gjë kanë thënë për sa e sa për grupin e mban mend të festivalit të 11 të artistëve që kërkuan dhe liberalizimin, edhe kështu që ne kemi një problem me termat. Domethënë termi është tradhtar. Jo, termi është tradhtar, është në rregull. Edhe problemi është ta vendosësh në kontekstin shqiptar, kërkon një katarsis shumë të madh me veten edhe por tash nuk është vdekja fizike ajo që shqetëson se sa si është situata në vend dhe jo vetëm situata politike. Domethënë ku jemi, si jemi, shohim protesta për çdo ditë, njerëz të tërë që janë ngritur dhe vetëm në Shqipëri, por edhe në qytete, kryeqytete të tjera europiane. Si në syrin e Sonilës, në këtë opinion, si vjen kjo panoramë tek ti? Në syrin tënd, se ti je edhe pjesë e gjës edhe Jo, jemi të gjithë në media, të gjithë jemi gazetare të gjitha. Shiko, Shqipëria, Tirana po flas, se edhe shumë mundësinë për të lëvizur, e kam shumë të ngushtuar këto vitin e fundit mundësinë për të lëvizur edhe në gjithë Shqipërinë, se e përqendruar në Tiranë me angazhimet personale dhe profesionale. Është bërë qyteti pa lumtur. Do thuash ti, po ku i ka qytet lumtur? Shkon në Londër, dëgjoj londinezët, shkon në Berlin, shkon në Paris. Të gjithë pa lumtur? Shkon pa lumturi. Por madje më duken shumë të vetmuar dhe të depresuar. Por janë pa lumturi të ndryshme. Pra, ne nuk jemi duke folur për atë pa lumturinë ekzistenciale në kufit e mbijetesës. Ne po flasim për palumturinë bazike, Ne po flasim për palumturinë bazike sepse është një qytet që nuk të shpërblen asgjë, megjithëse ti je qytetar i tij, megjithëse ti paguan taksa, rrit fëmijë, nuk je larguar për shumë arsye. E rrit fëmijën këtu, kujdesesh për prindrit pensionistë, shkon për ditë në punë, ndesh të njëjtin trafik, hyn në të njëjtat dyqane, ha të njëjtat ushqime, thith të njëjtin ajër. Domethënë, ne jemi kufizuar në ekzistencializëm në një formë të tillë që as
Nuk po them nevojat bazike, se ndonjëherë luan edhe pushteti me idenë që po pse njerëzit janë më të pasur, rritur standardi i jetesës. Jo, standardi i jetesës nuk matet që sot ke dikur haje vetëm bukë me djath. Sot i hedh anash edhe ullinj. Edhe ka djarin, po deshe se shoh edhe nëpër supermarkete, kush e di se ç'është. Problemi është ajo ushqim që ha, sa e sigurt është. Ai ajër që thith, sa i kontrolluar është. Ato rrugë që ndesh, ai trafik është sepse Tirana po zhvillohet apo sepse është harlisur, sepse është çmendur, sepse është e pa kontrolluar. Pra unë jam duke folur për ato që janë bazike, janë të dhëna një lloj në Paris, në Kim. Jemi të pashpresë? Jo, ka arritur deri këtu dhe njeriu bën një pyetje. Pse arritëm deri këtu? Dhe shiko, vjen një moment, akumulimi është i pashmarrë, është biologjik. Pse u ngritëm ne në protestë? U ngritëm për Zvërnecin apo Zvërneci ishte pika e nisjes dhe pastaj të gjitha pakënaqësitë këto që ti rendite që ne i jetojmë çdo ditë thua ti. Përse jemi ne të gjithë në rrugë? Ne është fjalë e madhe, tani do ta identifikojmë ne secili. Unë them pse dalun, pse dalin 6000 si unë, pse dal se aty është një ne shumë e madhe. Vetëm se ka një gjë. Elon, pa asnjë lloj ngjyre dhe pa asnjë lloj anshmërie. Mund t'i vëm emër çfarë do lloj grupimi, ky ka dalë për këtë, ky ka dalë për një agent, ky ka dalë se ndjen, ky ka dalë se ka qenë gjithmonë kundërshtar, ky ka dalë se do të përfitojë nga situata. Një emërues e kanë të përbashkët. Që është ky model që ka zgjedhur Rama. Pra, me Ramën nuk janë dakord të gjithë, po jo me Ramën si individ, në kuptimin e individit. Gjithçka që ka nënkuptuar kjo erë, kjo epokë. Pra, po ti dëgjosh të gjithë, unë nuk kam dëgjuar, aty mund të kërkohet burg për Ramën, burg për Berishën, burg për këtë, të largohet ky, të hiqi gjithë klasa politike. Ama të përbashkët të gjithë grupet kanë këtë, që do të thotë. Aty mund të ketë dhe njerëz të infiltruar dhe nuk ka asnjë lloj problemi, nuk ka revolucion që nuk është bër pis. Biles mua më kujtohet shpreha e famshme, mban më 2013 kur duhet largohej Berisha me çdo kusht. Qelbësira bashkoni për ta hedhur. Pavarësisht se isha dakord me këtë qelbësirën. Po, dhe të gjithë qelbësirat të bashkohen për ta hedhur. Ishte shpreha. Të gjithë qelbësirat të bashkohen për ta hedhur. Dhe pavarësisht se ti mund mos jesh dakord, se unë për vetë jam për një betejë morale, por ky është fillli i përbashkët, që do thotë ja ka sjell në maj të hundës të gjithëve. Mirë, që mos bëjmë shumë politik. Pse ti Sonil? Ke qenë një nga edhe unë kam qenë adhuruesi yt që nuk e filluar. Kam qenë. Ti duhet të jesh akoma, jam akoma, I'm still. Kam qenë adhuruesi yt në këtë kohë. Në profilin, unë jam adhuruesi yt si Sonil gjithë jetën. Jo, ça gjëra duhen thënë, Salcano. Televizive më ke pëlqyer më shumë kur nuk bëj politik, po bëje show. Për shembull? Për shembull. Kë quan ti show, kë bëja show. Për shembull, Salcano përmend që ti e nise me sportin në fillimet e tua. Emisioni i parë sportiv në Top Channel mban emrin e Sonila Meço dhe Kolballa, mos e gaboj. Po ke në Agon Channel çka ka qenë? S'ke bër emision politik. Kontrata ishte politik, po, edhe politik. Edhe politik. Domethënë kontrata gjeti një zgjidhje shumë interesante të mua më pëlqen shumë që ti të bësh gjëra jo politike në televizion. Spektakël për shembull. Pse nuk e bën? Opinioniste në Big Brother si të rrinte ato kohë. Apo të rrinë mirë kjo, se më duket sikur je shumë afër ndër sa ke. Shumë bukur dhe unë nuk e di pse ndahen. Kush tha që nuk e bëj dot të dyja? Mua prandaj më pëlqen se ti i bën gjitha. Ashtu. Për të fare. Pra, këtë po themi, pse bën vetëm këtë? Sepse përpara se unë të jem, se Salcano ka diçka dhe të jemi realist. Unë kam qenë po them, që më mbyllin në televizionet ku isha dhe qesh ndonjëherë sepse të gjithë komentet që bëhen për çdo gjë që unë flas në emision për këtë, flas për ndotjen e arit, flas për ekonominë, flas për gjithçka tjetër të gjithmonë. Sonila, ti ke hallin e mbylljes së agonit. Do më vjen të qesh se them. Do vjen kjo. Në çdo hall të mbylljes së agonit, në fakt u mbyll një televizion. Dhe ja, juve ju ka marr malli të më shikoni te kontrata. E se ka? Iku një ke para që është në sensin e humorit. Po e dyta, përpara se ti jesh Salcano, edhe prezantuese dhe e tjerë. Unë jam e bindur se jeni qytetar. Salcano ty mbyllet mikrofoni, shkon në shtëpi. Po, patjetër, gjithë jemi po. Të hap Eriona veshët, kjo shtëpi na ri e vogël, na duhet një shtëpi më e madhe, ti nuk sjell rrogën në shtëpi, kjo rrogë nuk mjafton. Kjo s'ka ndodhur kurrë. Çfarë janë këto ushqime që nuk e sjell? Ç'është kjo? Ku do t'i çojmë fëmijët? Ku do studiojnë more? Shkolla private, publike, s'është një hall kemi mbas kësaj. Tani, unë i kam ndier më shumë. Sepse u vura në Shënjestër dhe nuk është se zgjodha unë të vijem në Shënjestër. Unë qëndrova në pozicionin e qytetarit, nuk ka ndryshuar asgjë. U vendos si thua një pjesë e pushtetit u vendos kundra meje dhe mi ka vënë sinoret o Salcano dhe ti flet sikur unë kam qenë në një hapësirë lirie edhe nuk zgjodha. Dhe nuk zgjodha. Sinoret kanë qenë aq të fortë
E megjithatë edhe në këto sinor ka një pjesë të zgjedhjes time. Zgjedhja ime për të mbetur qytetar. Unë zgjodha, mund të zgjidhja të bëja spektaklin, por duke hequr dorë nga qytetaria, nga ajo betejë që unë kisha nisur dhe që s'ishte e imja. Dhe në fakt ja ku erdhëm, të gjithë kanë dalë pra s'pas ka qenë e imja. Dhe unë kam folur për të njëjtat gjëra që flitet sot në protestë. Doli edhe me bi, me shokët e saj, 14-15 vjeçar dhe ata, dhe thashë të më fotografoni pankarta kudo që t'jeni, se nuk doja të shija një protestë si më pëlqen mua. Doja të shija protestën. Edhe i çova ata që kanë një sy të pagabushëm se të kishim menduar dhe ne këtë pjesë të parë të emisionit me thirrjet e pankartave që ti, po pastaj nuk duam të hym shumë në politikë. Jo, dua të them një gjë tjetër. Në ver. Pash pankartat, të gjitha dhe misollën. Kishin bërë një 100 sa foto. Elon, të betohem, ato gjëra për ditë në program kanë folur për aferat, për shpopullimin, për pamundsinë e studentëve, për cilësinë e ajrit, për cilësinë e ujit, për incineratorët, për gjithçka. Domethënë, ja ku erdhëm. Të thret më shumë kjo gjë domethënë. Nuk është puna se thret kjo gjë, nuk mund të jesh edhe në atë gjë dhe në atë gjë. Pra e lumtur në spektakël dhe kritike në përgjithësinë politike. Domethënë do jesh dhe qytetar, dhe në një farmasë është vokacioni yt. Domethënë vokacioni im është i tillë që unë edhe sikur nesër të bëj spektaklin dhe unë ti nuk do gjesh asnjë spektakël kur unë kam dalë, kur nuk kam bërë nga pak politik, po jo politik pushteti. Jam natyrë, ndoshta i kam gjarë gjyshi tim që ishte unë dua fliste në atë kohë dhe e psoj. Jo fliste, po kush është gjyshi? Jo, gjyshi im është njëri i thjesht, emër Meço, nga pagria e Përmetit, po dhe ai nuk i pëlqente komunizmi. Përmetar, prandaj ja pra ja. Kuptua prapë se shkrova atë fjalë. Zë do Eriona kjo përmetar. Ke kohë të gjitha ti Sonil? S'është punë kohe, është punë dëshire. Unë kam vënë re që shikoj njeriu do pa i bën. E kundërta pastaj është ti vën një listë prioritare. Unë nuk jam për të bërë të gjitha. Do të bëj gjërat ku unë ndihem mirë dhe di ti bëj. Ne do ndajemi tani për publicitet, edhe do ta mbyllim këtë pjesën aktuale politike. Aq pak sa folëm. Ja, shikon se ta mbyllim fjalën. Po dua, si e parashikon ti, çfarë do të ndodhi? Korrik gushtator, çfarë do të ndodhi? Do vazhdoj. Elona, nuk di të them, po do vazhdoj. Kësaj radhe është serioze se thash, ky model ka lënë të pakënaqur edhe ata që e krijuan. Mirë. Publicitet, kthehemi pas pak do të mos hajmë aty në çit. Nuk të lën Salsano. Mësojmë pastaj Sonila Meçon ku shkon në plazh do. Fjala e lirë, fjala e lirë. Mirë, hajde bëj shpejt. Publicitet.